Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun gjelle shanu falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Sot e kemi kapitullin çfarë veprash duhet të bëjmë para se të hyjmë namaz. Domethënë disa gjëra duhet mi bë para se me hyjë namaz, pak a shumë themi gjërat që kur të afrohesh ti te namazi duhesh mi pas gatshme çdo sene. Nuk është pa tjetër gjysore, 1 orë, 2 përpara, po në gjatë moment që ti po falesh. Thot autori, ato janë 6 gjëra. E para, ta kesh trupin e pastër nga papastërtia. Po ashtu ta kesh rrobën e pastër dhe vendin ku falesh. Pra 3 vende duhesh mi pas pastërta. Vendin ku falesh, rrobën që e ke vesh, edhe trupin. Vendi, domethënë nga papastërtia që mundet më konë e dukshme ose e dinti që urina, nevojrat e caktuara që kemi përmenë se cilat janë të ndyta, pjesë ndytësisë, cilat jo. Pastaj njëjtë edhe rroba, sikurse vendi, te vendi do t'i shpjegojmë nëse mas hyj tash, edhe te trupi është për qëllim avdesi, gusli, edhe mos me pas në copë të papastërtisë, elbeten lëkurë, etj. Tjetra thot, o setrul aura, me pas avretin e mbuluar, istiqbalul qibla, ti jesh i kthyer nga kibla, edhe ta kesh niyetin për namazin cilën je tu e bën. Sa i përket thot pastrimit, kemi disa hadithe vetë se i kena përmendur me kalimin e kohës këtu e ka përmend një la yaqbalu Allahu salata imri'in hatta yada'a at-tahura mawadi'ahu. Nuk e pranon Allahu namazin e asnjë personi përderisa nuk e vendos pastërtinë në vendin e vet. Edhe pse hadithi është i dobët, po këtu po argumentohet domthonë me këtë hadith për pastërtinë në trup. E kemi hadithin tjetër ku i ka thonë asaj gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, laje gjakun që ke në trup, domthonë mas ciklit mujor, pastaj falu. Domthonë pastërtia e trupit to. E kemi pastërtinë e rrobave, fjalën e Allahut wa thiyabaka fatahhir. Rrobat tua pastroj. Surja Muddathir ajeti 4. Sa i përket asaj të vendit, kemi surën Bekare 125, antahira bejtje lit-taifina wal-akifina wal-ruk'i sujud. Ku Allahu i ka urdhnu Ibrahimin edhe Ismailin alayhim assalam, antahira pastrojeni shtëpinë time, domthonë Qabën, për ata që bëjnë tavaf, që bëjnë ruku edhe sejdë, edhe që vrin në i'tikaf, etj. Sa i përket thot mbulimit të auretit, është fjala e Allahut, ja bani Adem khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-A'raf 31, o bita Ademit, apo kur të përmendet në Kur'an ose në hadith o bita Ademit, na mund ta përkthejmë edhe o ju njerëz, o bita Ademit. Veshni rrobat apo zbukurojeni trupin e ujë sa shkoni në xhami. Mirë. Fjala aura në shqip, në avretin e përdorim shqip, është kjo pjesë e terminologjisë, veç është kuptu, edhe dihet në shqip ma, por aura i thot vendeve të turpshme të trupit. Është interesant në disa lokalizma gjuhë lokale, fjala avrat ka pësu pak ndryshime, edhe është në rumë me fjalën avrad. A keni ndëgju fjalën? Po, zakonisht e përdoren njerëzit kur shajnë, apo thënë. Po, i thojnë inshallah avradin, kështu avradin ashtu. Kjo është për fjalës aura. Aura i thuhet vendeve të turpshme të njerëzit. Pra, kuptojeni këtë si po tham kështu si dobi. Prandaj na do ta përdorim avretje
për arsye që me udit. Do ta mësojmë edhe se sa lloje është ai. E pëlqyer tek mbulimi i trupit, sa është apo sa rroba duhet të ketë të veshura besimtari për t'u falë. Ma e pëlqyera është mi pas 3 rroba. Me pas pjesën e poshtme, po themi tash na pantallonat, se çdo jemi tu jetu, pa hyrë në detajin, jo galebia, ma mirë, pantollët ma mirë, ato sen. Pantollët, këmisha, edhe një kapoqë ose një ajo si lloj shalli përpara që edhe që e vënë për vende të caktuara. Te na është interesant, subhanallahu, përpara nuk janë fal pa kapoqë, edhe s'kan nejt pa kapoqë. Edhe sunet është normal ky veprim. Ky veprim është sunet. Po, kur gjë nëse s'kan pas që me bon plesh që kanë pas kanë i shami, nëse s'kan gjetë diçka tjetër edhe kanë lidh në krye kur janë fal. Kjo është halat e disa vende të Pakistanit dhe të Indis, ku ato vende hala kanë pa në haxh ose numra që i lidhen kokat kur falen. Po ashtu plesht përveç kapuçit që kanë majt plisit ose kapuçit haxhive kanë majt edhe një shami e kanë lidhë rreth kokës. Kjo është, domethënë, e pëlqyer që me u fal me 3 rroba. Pjesa e poshtme, e mesme ose këmisha, edhe ajo e sipërme kapuçi, po tham kështone. Çfarë do koftë që e mbulon kokën. Bile, përpara nëse s'ka pas ples ose kapoq, po tham, edhe nuse nuk i kanë dhënë. E kanë konsideru min khawarimil murua, prej prishjes ose mos edukatës së vendit e kanë konsideru. Normal këto khawarim el murua, që kjo edukata me kohë mund të ndryshojnë gjanat, përderisa nuk janë mrena haramit, që s'hysh në haram, mundën me lëviz, por ka dhe gjërat cilat janë mbesin bazë edhe nuk duhet të ndryshojnë. Prandaj te falja, sidomos imamët e tjerë, është edukative që më fal me kapoq. E te veshja 3 teshave, e rëndësishme është mu kanë teshat që mbulojnë avretin, që janë gjana, që nuk janë të dukshme, që falë shlirë në to. A është pa tjetër mu kanë galebi, që është disa vlezër mundohen apëtan me shti pjesë sunetit galebin, detyrimisht. Themi, nuk është galebia detyrimisht pjesë së sunetit. Roba gjana, roba që nuk duket, roba cila t'imbulon pjesë të trupit, bile, më saktë është në kohët pejgamberit alayhis salam nuk kanë pas sahabët galebia, që janë sot të njohura në botën, po them, arabe. Ma afër ndoshta sunetit janë ato rroba që i veshin, siç është pjesa e Afganistanit, poshtë me matxhana, pastaj një këmishë përmi e cila shkon ma poshtë ose përmi gjojnë pak, që mbulohet pjesa e trupit. Po, ka raste kur kanë vesh një lloj, edhe kanë shtrëngu si lloj ihrami pjesën e poshtme sahabët. Por ajo që përmenda për atë rrobën që e përngjan rrobës së Afganistanit, ajo është ma si shumicë e veshur edhe ma afër thash sunetit. A ban mu fal me 2 rroba, pjesa e poshtme dhe naltme? Po. Po ashtu edhe me një rrobë ban, po edhe me një rrobë, sepse ka transmetim që është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a është fal me një rrobë? Thot po. Mirë po, thot e ka pështjell mirë trupin edhe pjesën e sipërme edhe ka vendos mrapat si lloj ihrami. E ka pështjell, pastaj pjesën e ka gjujt mrapa kur është fal, por hadithi domon me këtë tekst është i dobët. Gjithsesi, lejohet edhe për burrat edhe për gratë me u fal me një rrobë, lejohet me 2, lejohet me 3. Me një rrobë, gruaja ka kusht që me mbulu edhe kokën, flokët, kur falet. A është forma ma mirë? Jo.
është forma, për të tri këtyne forma ma keqja. Me një robë, me koke, me krahë dhe me kam. Se është problem pasaj më ranë sejgjde, nëse e pështjellë kretë. Se s'ka që shi nëzirë durët, që shi nëzirë. Mashkullit do t'i manë të jashtë, po. Po femna s'mund mi majtë jashtë, se du t'mi pas të mbulu me deri këto. Por gjithsesi, nëse ekziston një formë, atër është e lejuar. Forma ma mirë është pjesa sipërme dhe pjesa poshtme, nëse i ka dy roba, edhe akoma ma mirë nëse i shtohet kësaj edhe kapeli apo kapuçi të mashkullit, se të femna gjithsesi du t'me pas shami. Mirë. Tash kemi pikën tjetër më falë në veç me pantull pa diçka pjesën e sipërme. Kjo nuk ban, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka leju një gjë të tillë, edhe apo e ka ndalu që besimtari më u falë me një par pantull që mbi supët e tija s'ka asgjë. Mos e keq kuptoni këto me meselën e avretit, kur themi na është obliguar më mbulu avretin në namaz. Avreti mashkullit, thot autori, është prej kërthizës deri te gjunjët. Pra edhe gjunjët me sakta hyn në avre. Kur falesh duhet mi pas gjunjët e mbulum. Prandaj djemt e ri ose djelmoshat, adoleshentët që vjen më falë në xhami me gaçet, tash po tham kështu në gjuhën popullore që kuptohet. Është mirë me këshillu me i pas nër gjunjë. Por, a do me thonë që avret është kjo pjesa tash sipër mos me pas kur gja? Jo. Tjetër është avreti që s'bën me të pa njerëzit, tjetër është mrena namaz, rrobat e namazit. Rrobat e namazit, po thot hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, domethënë në hadithin që shënon Buhariu dhe Muslimi, ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wassalam me u fal burrin në një rrobë të vetme, man poshtë, që mbi supët e tija s'ka kur gja. Bile është mirë me i pas të mbulume këto që i vjen me ato kimenet, mos më u falë, me pas të mbulume qëtë pjesën, bile deri që vjen të poshtë, rroba. Mirë, pasaj na mund të diskutojmë sa ma poshtë, ma naltë, cëlla ma sunet, cëlla ma... Por, për mi, në pjesën e sipërme, du të me pas diçka të veshur. Edhe me i pas krahët e mbulume. Edhe në qabe, për shembull, kur është njëri numër ose në haxh me ihram, është mirë e keq kuptojnë disa besimtar që kur e nxjerrin domethënë krahun jashtë, një pjesë të krahut, edhe kur falen e manë ashtu, ose prej shtëpisë, ose prej aeroplanit, ose aeroportit, ai manë krahun e zbulum. Krahu i zbulum mbahet vetëm në tavaf, edhe jo në krejt tavafet. Se kemi na 3 tavaf, tavaful qudum, fillestari, që është i umrës, nëse ke shku në haxh, për shembull, pastaj tavaful ifada ose të haxhit, edhe tavaful wada, të lamtumirës. Veç në tavafin e parë, edhe të tavafi i parë, veç 3 rrethët, rrotullimet e para. Të katërtin e mrapa nuk është ma sunet. Edhe tavafin e haxhit sa sunet, edhe tavafin e lamtumirës hiç nuk e shplan. E dikush të e manën stop edhe udhës, edhe në shtëpi, edhe në Arafat, edhe në namaz edhe këtë. Jo, nuk është sunet kja. Do të me mbulu trupin kur falesh. Gjithmonë po flasim kur janë mundësijat. Kjo dhe më thonë, e tash të gjunjët, thamë se është ma mirë me imbulu. Edhe pse, ka rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Buhariut, që kur ka qenë në ujë, kamt me një bunari ka pas të futme, edhe ullën aty të fladit, i ka pas gjunjët e shplum, ka ardhë Ebu Bekri, ka ardhë Omeri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i ka mlu. Kur ka ardhë Othmani, i ka mlu gujt. I kanë thonë, ja Rasulullah, pse për këta, thot, a mos të kem turp nga një burr prej të cilit kanë turp me lachet. Edhe i ka mlu. Ulemat kanë thonë që ka avret të ranë edhe avret të lehtë. Avreti i ranë, më thonë, është kjo pjesa, kurse i lehti të gjujt. Kanë thonë, gjujt ban me t'i pa dikush nëse i lanë komët ose diçka, por kur hyn namaz do të më konë të mbuluar. Kjo ma e sakta. Kjo ma e sakta. Prandaj edhe ma mirë është me i pas të mbuluar. Me pas të mbuluar.
te mashkulli kja. Te gruja, thot, trupi gruas i tëri është avret. Përveç thot ftyrës edhe duarve të saj. Duart që janë qëtë kjo pjesa. Qysh është kjo fëmisha ime? E mblume, qështu është domethënë duhet më konë deri këtu e mbuluar tash. E kemi tjetër në pjesë. Thot nëse ajo kur të falet domethënë duhet me i pas të mbulume përveç ftyrën edhe duart. Tash tu fal, nëse ndodh që i shplohet pak kjo pjesa. Nuk ka problem. Sepse përderisa zbohet me qëllim. E nëse fillon ajo tash po duhet me çelta. Fillon apo kupton edhe namaz i çon krahët kështu në këtë formë, edhe atëherë dallon meselja. Por të ra në ruku ose të ngrit ose të marr tekbirin pak i shplohet në këtë formë nuk prish punë, edhe ulej, rregullon vetvetivo. Nuk prish, domethënë ka pak pjesë tolerimit. Se edhe këtu domethënë kemi avretin e saj të avretin e madh edhe avreti vogël. E këto hyn të avreti, domethënë që nëse pa qëllim zbulohet, nuk ka problem. Shkojmë me rënd, domethënë. O fil qadami riwayatan. Sa i përket këmbës së gruas, thot kemi dy transmetime. Por thot më sakta, gjithmonë na e dini, mas pari përmendim fjalën e autorit. Nëse kemi me shtu diçka me hek, në rregull, nëse jo, shuim. Edhe kalojmë meselën. Thot, më sakta është se këmba e gruas nuk është avret në namaz. Dhe është avret jashta namazit. Kështu autori ka përzgjedh. Prandaj, thot nëse falet duke i pas këmbë të mbuluara deri te zogu i këmbës, kurse gishtat edhe shputa e këmbës është e zbulume, nuk ka problem. Pse ka thonë namaz? Për arsye se aty zakonisht nuk e shohin meshkujt, sa është ose në shtëpi ose në xhami, ku ka veç femra. Jashta namazit duhet më mbulu. Edhe ka vazhdu ka përmend këtë meselën e dorës që thash. Wal auratu auratan, ghalidha wa khafifa. Edhe avreti thotë është dy lloj, i ran apo i madh dhe i vogël. Avreti i madh është pjesët e turpshme në mënyrë direkte te mashkulli. Në mënyrë direkte. Domethënë nër kërtiz deri te pjesa ku mundën më duk pjesa parme edhe prapme. Edhe te femra në këtë formë. Edhe pse ka ulema që edhe pjesën e sipërme të trupit të gruas e kanë shtynë në çet kategoritë të avreti ran. Pse pe bëjmë këtë dallim? Sepse nëse avreti ran zbulohet në namaz sa një dirhem ose sa një thue, atëherë prishet namazi. E avreti jashta kësaj, avreti i vogël, nëse zbulohet 1/4 e trupit, gjithmonë pa qëllim jemi të folë. Zbulohet pa qëllim. Gruaja ndodh që tu fal shamia i lëviz edhe, domethënë i dalin pak flokët, pastaj e drejton apet. Deri 1/4, thot autori, nuk prishet namazi, te avreti i vogël. Te avreti i madh, nëse zbulohet sa thoni, prishet namazi. Prishet namazi, do të me fal përzyti. Mirë. Thamë që du të më konë trupi mbulum, për nëse s'kemi roba, përveç kemi roba të papastërta, qoftë me urin, apo me nevojt madhe, i papastër është roba. A ma mirë më falë pa roba, a më falë me roba të papastra mi vesh, më e sakta, për mës me hynë detajshëm, është me u falë me roba të papastra, e mës më falë pa roba. Nëse 1/4, do më thonë, nëse është 100% e papastër roba, 100%, ka hynë në urin komplet, këmisha dhe ka dalë. A më falë me që ta? Këtu ka prej djetarët që thonë, mësë më falë me ta, më falë pa roba. Jemi të folë gjithmonë kur është njeri o vetëm. Nëse thot 1/4 është e pastër, e 3/4 janë pa pastërta,
Apo atje e përparësi me vesh. Po nëse është në publik, edhe ka robën e papastër, po falet në publik. Prapë ma mirë është më falë me robë të papastër se i gjveshur. Sepse nëse falet i gjveshur, ka dy dame. Damen që po falet pa tesha dhe damen që po e shohin të tjerët. E kështu ma mirë falet, jemi të folë gjithmonë ai i cili e ka pa mundur me shku deri tek roba e pastër, ose me e la. Nuk jemi të folë ai i cili mundet me shku qëtu e ka teshën e papastër, që ati e ka shpinë. Kjo është mesele, nuk jemi të e diskutu këta. Mirë. Pra, i jepet përparësi robës papastër më falë me ta, se sa më falë pa roba. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا مومئا وهو أفضل من القيام. Mirë. Nëse s'ka roba fare, a më falë, a me lënë namazin? Çka kemi thonë? Namazi kur nuk lihet. Kuptojnë këta. Përveç nëse e hup njërën prej dy seneve. Veç në dy raste lihet namazi. A fjala gjumin e lamë. S'po flasim për. Me vetdije, një. Nëse s'ki vetdije, këtu hyn gjumi, ose çmenduria. S'ka njerë, ka lujt njeri, ose s'ki shpirt, ka dalë shpirti. Pra nëse s'ki mendje ose s'ki shpirt. Në çdo dy raste lihet namazi. Në raste tjera kur nuk lihet. S'kam kohë, sa është arsye. S'kam vakt, se po du të më punu. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Thot, falet, do të thonë, nëse s'ka roba, falet i gjveshur. Por, a mu falë në kama ullur, kemi dy raste. Nëse është me njerëz të tjerë, i jep përparësi mu falë ullur. Edhe bën veç me isharete, nuk bjen, nuk rejnë në kama, asë në ruku, asë në sejde, po veç me isharete. Nëse është vetëm, Allahu alem, por mendoj që edhe nëse falet në kamë s'ka problem. Sepse kur është ullur, është qëllimi është më i mbledhur bila avreti i Iran, avreti i madh. Është më i mbledhur pak, më i kujdesshëm. Por gjithsesi, domethënë falet dhe nuk e lën pa u fal. Sa i përket kthimit nga kibla, argument për kthimin nga kibla është disa ajetet të Kuranit, për shembull 144 surja Bekare, fawallu wujuhakum shatra, ktheni fytyrat tuaja ka çabja, domethënë. Ai që e shet çabën, pra është obligim më kthy ka kibla, falet në drejtim të çabës, aty e pa çabën. Zban pak më kthy mashkinina, zban, duhet ka çabja. Ai që nuk e shet çabën, ose për shkak të pengesave, ose për shkak të largësisë, ai falet në drejtim të çabës. Edhe Jihatul Kabe edhe Ainul Kabe. Jihatul Kabe është drejtimi i çabës. Ainul Kabe është çabja vet, objekti i çabës. Nashta ai s'mundet më fal. Ka objekti i çabës. Kibla na ku kemi, makim me pas 100% një mjet, që na çon deri në çabë, mund me dal një 2 metër më djathtë as çabës. Mund me dal. Ama s'ka lidhje. Se ne jemi në drejtim çabës të falë. E nëse është me drejtimi, a nëse jemi mbrana ati oborrit çabës, nuk ban 2 metër maknena me kthy krytë dhe më falë. Se çabja që kinena ti s'ban me kthy krytë që kinena. Po 2 metër s'ka lidhje, ti atje në Kosovë e ki qaq, po ne jemi në drejtim çabës, kurse ti je në drejtim të objektit, ti objektin duhesh me u falë mbrana ku po e sheh. Prandaj themi që falet në drejtim të çabës. A ka tolerime? Ka raste kur disa xhami nuk janë 100% ka çabja, por janë në drejtim të çabës. Themi ka tolerime. Pastaj është diskutuar sa grad. Nuk po duhet qëllimisht me hymë përmend shifra të caktuara, po ka ndodhur që është mundu dikush me kundërshtu institucionin ose këshillin e xhamisë ose imamin që po falë është 2 gradë ma çkinena, 3 gradë ma djathtas, 5 ma majtës, themi këto nuk luajnë rol. Përderisa e mbab pa qëllim
ka lëviz pak ma djathtë, ma majt, nuk ka problem me lejet Allah të zgjell. Pastaj nëse është të tepruar, ulemat këshillojnë që me u kthy në drejtim të çabës me i lujt safat. Po parimisht nuk po do me hyrë në këtë detaj. Mirë. Po nëse është i friksuar të kthehet nga çabja, ka tut, ka një arsye. A lejohet më fal në drejtim tjetër? Po. Lejohet më fal. Në drejtim tjetër, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ka do që të kthehuni, anena është fytyra e Zotit, thot sura Bekara 105. Kjo thot, pa marrë parasysh a është frikë prej armikut apo prej kafshëve. Për shembull, thot e ka përmend këtu nëse është hyper mbi një drum në dete. Qatë drum ka hyp që aty është që aty me bo me rapi që aty druni mytët. Tash ka më falë. Qështu po mund me najtë për kibla në qanena. Ky s'ban më këtu, se me bo me rapi aty, i shka druni dhe vdes. Ik e zdruni. Ky mundohet më majtë, edhe nëse s'është i këthym nga kibla. Falet ull, falet të majtë për druni, qështu që të mundet, edhe nëse s'ka mund më këthy ka kibla. Ose të më thonë në ndonjë situatë tjetër, atër nuk ka problem nëse ka arsye, edhe pse s'është kthy nga kibla. Mirë, në pikë tjetër, nëse është mbi qabe, nuk është për qëllim të qabja mbi qabe, kështu i vendosur, por është në aeroplan. Qabja është poshtë, edhe ky tash atje është nalt. Falet në drejtim të qabës, po qabja është atje poshtë. A unë detyrimisht më kthy, do më thonë, krevin me kthy që fytyra me traka qabja, jo. Falesh drejt, normal. Edhe pse qabja është atje poshtë. Ose jemi në hotel, të qabja aty, katin e 90. Nuk është pa tjetër me kthy kryt. Ti e kthen drejtim edhe pse ti je një 800 metër mbi qabe, ose në aeroplan, 10 kilometër. Nuk ka problem kjo gjë. Pra, nuk ka nevojë me kompleksu situatat. Kemi pikën tjetër, nëse të përzihet kibla, ka mu falë. Nëse të përzihet kibla, thot duhesh me u mundu me analizu me vetën tënde, ka ta marrë ty menja. Jem të folë gjithmonë nëse je vetëm. Ka ta marrë menja. Pastaj, mas je falë, kur ta marrë vesh nesër, se së konë që në kibla nuk ki nevoj me e përsërit namazin, s'ki nevoj. Edhe nëse ka arë dikush, mos thëmë gjami, se në gjami dijet kibla, po me një livadh, me një natyrë, në prevall ka arë, një mësafiri, huj edhe shfal me një drejtim caktum. Mas gjësore të ka taku ty, që ti po falesh, në drejtim tjetër, s'ka nevoj aj me përsërit namazin edhe njerë. Se aj ka marrë sebepet. Nëse nuk i merë sebepet, veç bamja krismet pare, atër themi, kur ta merë vesh, aj duhet edhe njerë me falë. Në këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmetohet se sahabët ishin falë njëherë në terë, s'pëdin ka o kibla, qëtë shumë terë, natyrjen konë. Edhe se cilë ka thonë, o falë ka marrë menja. Edhe kanë thonë, ta bëjmë ka një vijë, ka jem këthyun, ka i këthy ti në tokë. Kur del drita nesër, e kanë ditë ata me male, me natyrë, po që ka qenë tërë, sa s'kan ditë më orientu. Kur kanë falë njoni kënej, njoni anej, njoni kënej, edhe e kanë pyet, domethënë dikush, ose shumica aty në falë, jo në drejtim të kibles. Jo në drejtim të kibles. E kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me përsërit ajo, ka thonë Resulullah alayhi salatu wasalam, namazi juaj është i plot, s'keni nevojë me përsërit, edhe pse nuk e di saktësinë e këtij transmetimi. Mirë. Po nëse e kupton mrena namaz, se është gabim drejtimi i kiblës, atëherë mrena namaz kthehet, përmirësohet. Për shembull, edhe nëse ndodhet që e shet dikon të falë, ti e din kiblën edhe jetë me pa që ai ka gabu. Është mirë me shku, edhe pse në namaz mi thon, ktheu pak më djathtas, ose me kap me kthy pak më djathtas. Edhe pala tjetër normal duhet mos me të keq kuptu se mundet më kon dikush që e prish namazin me thon edhe të thot mos më përzi as peshet që jam të falë. Po ai duhet me të mirë kuptu. Mirë. Nëse ndodh që është falë pa
analizu as një tro. Thot atë nësë s'ka gale, më gjip grapja kris. Masi ta kry namazin, e merë vesh, i kalzën dikush. Atër duhet me përsërit edhe njerë. Thamë nësë është vetë, katja mërmenja, mundohet me analizu, bismillah e kris namazin. Po nëse ka njerëz, ose mjetë, forma, ka njerëz aty të venit, priton mi pyet, atër i themi nëse është falë, në drejtim jo të kibles, ka pas mundësi mi pyet njerëzit, nuk i pranohet namazi. Duhet me përsërit edhe njerë. S'ka me thonë, a se dita, jo se dita, ti mujtë me pyet, po nuk i mora se bepër. Pastaj kalojmë te pika fundit, te nijeti. Nijeti, e dini që asë një ibadet nuk pranohet pa nijet. Nijeti është baza i ibadeteve. Nijeti pastaj pasimi i mësimeve apo i sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. وينوي للصلاة التي يدخل فيها النية متصلة بالتحريم. Thot, e bën niyet për namazin e të cilin është tu fal, niyeti thot duhet të jetë i lidhur apo afër me tekbirin fillestar. Me tekbirin fillestar. E ka për qëllim autori, jo kur të hyen namaz besimtari, me harru që kanë tu fal. Ka dalë për shtëpis, ka arë në xhami, Allahu Ekber, sot e di që kanë të falësh. Masa e mërë në namaz, e ka lezu elhamin. Thot, drejka mara i këndia, kum haru. Edhe këshur saatin namaz. A është një, anë 4 gjys. Ky s'ka njet. Ky s'ka njet. Pra kur të Allahu Ekber, ose mi thonë të kush, nalu pak. Qëka e të falë? Drejkën e më të falë, asmedena. Dhanë ky njetën e ka taman. Por, autori thot, edhe prej shtëpis, bën niyete, ka tolerim. O nis prej shtëpis, ka po shkon filan, që valla po shkoj në xhami me fal drejkën. Ç'kjo niyet? Ç'kjo niyet? Pastaj وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي. Thot me dit me zemrën e tij, cili namaz është që po e fal. Wala yu'tabaru bil lisan. Edhe thot nuk ka nevojë ose nuk është e nevojshme me shqiptu me gjuhë. Lianna an-niyya amalul qalb. Niyeti është punë e zemrës. Mirë. Pastaj kur ka komentuar thot Muhammed ibn al-Haseni, mranën me dhejve në Hanefi, pas ka thonë, rahmetullah alej, niyeti është në zemër. Por ta përmendesh me gojë, thot është sunet, apo me gjuhë, është sunet. Edhe pse pastaj në disa libra është përmend, po Ibn Abidini ka përmend thot ma sakta thot nuk bën me krahasu niyetin e namazit me niyetin e haxhit. Se këtë Muhammed ibn al-Haseni e ka lidhë me gjuhën thot është sunet me niyetin e haxhit. Niyeti i haxhit është i vetmi niyet që bëhet me gjuhë. Normal me zamër, po edhe me gjuhë. Edhe ky ka bënë krahasim thot masi ai, atëherë edhe ky thot por ky thot nuk Ibn al-Abidini apo Ibn Abidini për mos me hyrë shumë në detaje që ka përmendur, ai thot nuk bën me bën këtë krahasim të namazit me haxhin sepse të gjitha adhurimet tjera niyeti bëhet me zemër. Mirë. Niyeti domethënë thot me bë me zemër. Normal, më koni sinqert, edhe me ditë çka je tu fal. Ti vjen për farzin në xhami, a ka nevojë detajet e kretë suneteve tjera, për shembull, ke hyrë në xhami, sapo ke hyrë 2 rekat tahiyatul masjid, që ke hyrë në xhami, pastaj sunetin e drekës, pastaj sunetin e mram drekës. A ka nevojë për detaje kretë këto? Thot jo. Baza është ti ke shku me fal drekën. Që aty pastaj hyn kretë me sunete, me nafile, me të gjitha. Por na e dim, praktikisht, na si musliman, se ti kur të qohesh me fal sunetin e drekës, ti me mendje, me zemër e ki me fal sunetin e drekës. Themi, a ka nevojë me bën niyet me gojë? Nuk ka nevojë. Por praktikisht, unë këta po e them për meje tash. Praktikisht. A ka
pleq që i arsyetohet niyeti me gojë, ka. Duhet të mos bëni zhurmë shumë. T'jeni më të kuptueshëm, më të edukuar me plakun. Kam diskutuar me disa pleq. Ai e pranon që niyetin e ka me zemrën. Thot, po unë kur pe tham, ai nuk pe analizon, nuk e ka qëllimin se si bëhet kabull pa shqiptu me gojë. Thot, mu që ashtu po më vjen, po më duket se po më qetësohet zemra ma shumë. Edhe banki nuk nina edhe tash e bën me zonë atë nijet. Unë kam person që e nin safin e tretë kur ta bën nijet. Dhe më thonë, pse pe bën? S'pe bëj me zonë, ai nuk e nin, asë atu një ai. Ai është shumë i koncentruar i vetë. Prandaj të kemi mirë kuptim me gjeneratat. Ne nuk kemi besimtar që kemi gjuhën e pahishme, edukatën e pahishme, gjuhën ofenduese, jo. Me pas kujdes. Edhe e fundit, pra, nëse është imam, ka niyetin, po edhe nëse është xhamat, niyeti është i njëjtë. Përveç xhamati, ja shton te niyeti edhe një pikë e bën niyet me u fal mas imamit. Domethënë me u fal me çet imamin që po dal përpara. Pastaj tekbiri fillestar etj. Kur të mërrim te këto ishin të gjitha pikat që duhet me pas parasysh para se me hynë në namaz. Lusë Allahu Azza që të na fal, na udhëzoj, na përmirësoj. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.